gjithëve nga Onasja dhe mirë se erdhët në një episod tjetër të podcastit ton Flasim si fëmijë. Sot kemi një të ftuar shumë të veçantë, një njeri që ka punuar shumë që i ri, që ka ëndërruar, kënduar, ndërtuar dhe tani është gati të përfaqësojë trinjtë e Lezhës në kuvend. Me shumë kënaqësi mirëpresim në studio zotin Ermal Pacaj. Sot do të zbulojmë Ermalin me syrin e një fëmie, krijimet, sfidat dhe ëndrat e tij, që edhe këshillat që ka për brezin e ri. Mirë se erdhët zoti Ermal. Qa hyrje, asë shumë faleminderit për ftesën. Për njëm shumë komod, në fakt, me ty sot e kam marrë me shumë qef që në momentin që më bëne ftesën, edhe në fakt me zi e kam prit për të ardhur. E kam djegë edhe më përpara emisionin, kam pa disa personazhe që kanë këtu edhe në fakt e kisha shumë qef. Edhe shumë faleminderit që më ftove. Faleminderit edhe një herë ju zoti Ermal. Zakonisht gjithë fëmijët kanë ëndra të mëdha, pra të bëjnë astronaut, doktor, mësues, po ëndra jote cila ka qenë? Shive, për gjatë fëmijërisë, si fëmijë normalisht nuk kem pas etapat ndryshme, se fëmijëria varet se zgjat. Po më i mend që fillimisht ëndra ime ka qenë të jem pilot avionash. Domethënë, unë s'e kam kuptuar asnjëherë se pse, por normalisht fëmijë më kanë pas pëlqyer avionat. Edhe kam pas shumë qejf të jem pilot. Po me sa mbaj mend prap, nuk besoj ta kem pas shumë gjatë si ëndër këtë. Po thjesht kam qenë fiksuar. Mbaj mend që fiksimi më i madh kur kam qenë fëmijë ka qenë pikërisht ky. Pastaj mund të kem pas edhe të tjera për të bërë futbollist, për të marrë një sport tjetër, gjitha. Pra unë i kam tentuar të gjitha. Përveç se bëva pilot. Se pilot nuk e kam tentuar një herë për të bërë. Por kam pas shumë ëndra si gjithë fëmijët e tjerë, në fakt, por theksoj këtë pilotit. A keni ndonjë kujtim të veçantë nga fëmira ose një moment që ka ndikuar te ju dhe ju ka ndihmuar të formoni karakterin që keni sot? Po patjetër. Unë kam pas një moment që e quaj pikën time të kthesë. Në fakt bisedoj shpesh herë me miqtë e mi, me miqtë e ri, kryesisht kur bie biseda, kryesisht biseda gjata. Unë kam pas një moment në moshën 10 vjeçare, kur prindrit e mi vendosën që nga fshati i Shkullës Shëngjin, nga shkolla Frani Vane ku bëja shkollën, vija me shkollën Lezhë, në klasë të 5, në shkollën Gjergj Kastrioti, edhe nga atje, ku ishim 17 nxënës kemi qenë atëherë në klasë, fshat ishte i Shkullës Shëngjini, pavarësisht që shumë afër qytetit. Atëherë isha shpinë shumë afër shkollës. Mami edhe babi kishin një dyqan, që ishte dyqani afër shkollës, gjithmonë, pra praktikisht ishte ajo ideja që edhe mësuesit, edhe fëmijët i njihshin prindrit e mi, edhe unë isha si përgdhelun te klasa, që mos të rrej. Edhe pastaj kur erdha me shkollën Lezhë, kam qenë te klasa 5A, nuk kisha shok, nuk kisha shpinë afër, nuk kisha asnjërin prej këtyne, nuk isha përgdhelun më. Edhe ai ka qenë momenti që nga aty e mrapa pastaj kam filluar që të zë shokët vet, të heci vet me mësimet, të bëj të gjitha vet. Edhe ai ka qenë pikërisht momenti në të cilin unë kam filluar të krijoj karakterin tim ndoshta pa nda këtë pjesën që normalisht karakteri formohet nga shoqëria, pavarësisht se nga familja, por e them kulminante këtë për faktin se atëherë kur ishëm, ne kemi qenë 7 djemë në klasë, në shkollën Frani Vane, në Shkullën Shëngjinit, edhe secili prej nesh, dikush kishte xhaxhain në Itali, dikush tjetër kishte dajen në Greqi, dikush tjetër kishte vllajn në Angli. Edhe dëshira gjithë secilit, muhabeti që ne bashim aty ishte që të shkojmë në Itali, ai të shkojmë këtu, të shkojmë aty, domethënë gjithmonë ishte ideja që të hikim, sepse është më mirë jashtë shtetit. Kurse kur erdha këtu në Lezhë, pastaj gjeta një realitet tjetër, pra praktikisht e 5A atëherë ka qenë klasa, do them, Gjergj Kastrioti është shkolla më e mirë e qytetit Lezhës, ka qenë të vazhdon e tjetër, kështu mendoj unë. Edhe se kemi edhe për kohën time. Edhe aty ishin fëmijë mësuesish, fëmijë doktorash, fëmijë të njerëzve të arsimum patjetër. Edhe ata kishin një mendësi komplet tjetër. Aty erdha gjeta dëshirën, aty iku dëshira që çanurit pilot pastaj.
sepse ata kishin ide njëri të bëj doktor, por njëri të bëj profesor, njëri të bëj artist, tjetri të bëj këngëtar, gjeta një realitet tjetër dëshirash nga ato që ne kishim aty. Edhe unë fillova të frekuentoj dëshira të tjera pastaj. Edhe pastaj kjo është pjesa që më ka bë mua që të mendoj edhe ta shikoj ashtu siç e kam parë deri tash. Po ndonjë libër që keni lexuar dhe ju ka frymëzuar keni? Varet. Shive, unë përfshiem shumë të librat. Them drejtën, unë përfshiem shumë të librat në të gjithë, po, si gjithë tjerët. Edhe në të gjithë librat që lexoj, gjithmonë e lexoj me idenë që unë jam personazhi. Domethënë gjithmonë e gjej veten personazh të gjithë librat. Kur kam qenë i ri, ose i ri, po them, sepse fëmijë kemi lexuar pralla. Edhe prallat janë histori tjetër, por maj mend që më ka pas bërë shumë përshtypje, jo në sensin e asaj si e kishte shkruajt George Orwell, po ka qenë firma kafshëve. Po, jo vetëm te afeksioni me kafshët, por ideja se si fillon edhe krijohet, si është ndërtuar shoqëria, si në qoftë se ti e lën veten që të orientoje masa, si ti bash pjesë e masës e pastaj viktime saj, e pastaj si tenton ti për të ngritë krye, edhe për të arritur qëllimet e tuja, edhe si ta mposhtësh në këtë sy e kam pa unë atëherë. Pra, e kam pa firma e kafshëve ishte një libër i mbushur plot e përplot me heronj, të cilët unë dosha njërin më shumë se tjetrin. Edhe ai kur kam qenë fëmijë, ndoshta ai ka qenë libri që më ka përfshirë më shumë. Them drejtën, kam rilexuar edhe mund të ketë një vit që e kam rilexuar, edhe kam rilexuar me të njëjtin emocion, edhe kam idenë që e kam lexuar për shumë pak kohë. Thjesht më rikujtoj, thjesht më kujtua dhe e ndaj të librat që e du shumë. Tani do ta lexoj edhe unë këtë librin. Po, cila është këshilla më e mirë që keni marrë dhe nga kush e keni marrë këtë këshill? Këshilla. Unë jam njeri që kam frekuentu shumë shoqërinë. Por këshilla më e mirë ka qenë këshilla e babit, që e bante për ditë. Edhe e kishte Ermal, ço me shku në shkollë. Kjo ka qenë këshilla vendimtare, këshilla më e mirë. Edhe të them të drejtën, pastaj gjitha këshillat e tjera janë këshilla për një moment të caktuar, ose janë këshilla për një histori të caktuar, ose janë këshilla për një moment të caktuar, por këshilla më e mirë e mua ka qenë që ço me shku në shkollë në mësimet. Çfarë roli mendon se luan arti dhe kultura në formimin e brezave të rinj? Është për mua është rol shumë i rëndësishëm, për mos të thënë më i rëndësishmi. Unë vetë bëj pjesë kam bërë pjesë në rrethet artistike, nëse mund ta quaj. E kam pas shef gjithmonë edhe artin dhe kulturën, shumë ja pasionuar pas pikturës, pavarësisht se s'di pikturoj hiç. Edhe muzikës patjetër, pavarësisht se asnjëherë s'kam ditë për të kënu. Unë mendoj që në formimin e karakterit dhe në formimin e botës së një fëmije, në qoftë se gjanat kronologjikisht merren njëna pas tjetrës, edhe sasia në të cilën ato injektohen te fëmijët janë, ndoshta nuk mund të them më rëndësishmja, por ama patjetër që ndër gjërat më të rëndësishme më të mundshme. Zoti Ermal, kur adoleshentët kur adoleshentët mblidhen dhe bashkojnë energjitë e tyre, ndodhin gjërat mrekullueshme. Edhe ju bashkë me miqtë tuaj keni krijuar një grup muzikor që la Gjurmë Lezhë. Si lindi ideja për krijimin e Lezhë Rappers Clan dhe cili ishte qëllimi i grupit? Shive, LRC-ja, ose Lezhë Rappers Clan, është kujtimi më i bukur i jetës time. Domethënë, ne kur bëhena, sepse rrallë bëhena tash me shokët e grupit, sepse Flori është në Gjermani, Keleri merret me punët e veta, Visi me punët e veta, unë me punët e mia, jemi rrit. Por kur ulemi edhe diskutojmë dhe kujtojmë ato kujtimet e 4 djemve që e filluan këtë histori 16 vjeç,
janë kujtimet më të bukura të jetës. Pra, nuk kujtoj diçka tjetër më spektakolare, më argëtuese, më komike, e më të bukur me pak fjalë se sa atë periudhë. Kemi qenë gjimnaz, vit 2 gjimnaz. Unë nuk ja kisha idenë fare, patjetër, shumë i apasionuar mas muzikës, si gjithë brezi në fakt. Edhe unë kam pas shumë qef, po kam pas dorë për me shkrujt, edhe shkrusha. Atëherë organizohet një koncert në Pallatin e Kulturës, edhe ishin shumë grupe rinor, për Keleri, Knote me Turin, shok klase kemi qenë. Keleri, Knote me Turin kanë pas emrin e grupit Revolucion, nëse nuk gaboj. Pastaj Flori Knote kemi pas me Erald Vladi, edhe ata kanë kënë grup tjetër. Edhe ai moshatari unë pavarësisht në klasën paralele. Kurse unë me Visin nuk ndoshim as njëri, thjesht ishim shok banke. Edhe unë nga që më vitet dora kryesisht për të vunë lojë ose për shaka bësha shkrusha 5 minutë për të vunë të vjersha shbejta ku dion. Edhe Keleri vjen një ditë më thot, "Normal, thot, ti sa shkruan budalliqe. Na shkruaj na bëjnë një tekst se kena ky koncertin, kena me bën këngët, se po i bëjmë këngët e Behari falas, mirë po s'kena tekste." Edhe më e mend që nga 20 këngë që u bë atëherë ai koncertin, nuk rrajnë nëse them që një 18 mund të kem shkruan. Edhe aty kuptova që u bë koncerti dhe thash, "Ore, po këta po ju shkruajnë këngët. Pra, ka element të rëndësishëm kjo puna të shkruajtjes. Okej, po e bëj edhe unë." Edhe me Visin bëma atë shkruajt edhe një këngë për veten, e shkruaj me Visin. Ai koncerti atëherë ishte me 3 net. Natën e parë edhe dytë konkurroshin për natën finale, s'doli me unë e Visin natën finale, të tjerë dolën, sepse Keleri ishte këngëtar shumë i mirë. Flori patjetër ka qenë pa diskutim ndër talentet më të mira që ka pas koha në Shqipëri për hip-hopin, pra atëherë që ishin mundësitë. Edhe unë ju them këtu në shive, në bëjmë një grup, po jo një grup që të kënojmë bashkë, pra një bashkim grupesh, si që ishte atëherë, për shumë mojmen, ka qenë West Coast dhe East Coast në Amerikë, sepse ato ishin fanari ndriçuesin, ato ishin njerëzit, ato që shihim, ne ishim me West Coast, pra me Dre, Snoop Dogg, Tupac, këto ishin. Ata East Coast ishin grupi tjetër. Pastaj leta histori ishte në Kosovë, sepse patjetër që kishte shumë ndikim hip-hopi kosovar. Atëherë kanë Kosova Outlaws Clan, pra ne kemi marr gati komplet emrin e asaj, por ishte bashkim grupesh, nuk është se ishte grup. Lëre të saja nuk ka lidhje si grup. Sa ishte bashkim grupesh. Në momentin që bëa bashkim grupesh, ne bëmë një koncert super të mirë që unë e mbaj mend përmend shprim fillimit e deri në fundat e koncertit, jashtëzakonshëm ishte atëherë për kohën. E fillon këta ishim tri, pastaj jo po pse të foli ky më shumë, jo pse foli ky më pak, dhe përfundimisht ngelëm në 4. U bëm në 4 dhe kështu filloi muzika. Cila ishte kënga ose projekti juaj më i preferuar që keni realizuar me Lerëcën dhe pse? Shive, ne kemi bërë shumë këngë bukura. Edhe pjesën më të madhe të këngës i kam shkruar unë, edhe normalisht që unë nuk ndikohem prej melodisë apo prej asaj që u përqafu, se po ta shohim për asaj që u përqafu, ne kemi pas Shake That Thing, kemi pas Ecstasy, kemi pas Sensuale. Kemi pas shumë këngë, të cilat u përqafuan shumë mirë nga audienca atëherë, edhe shumë suksesshme. Na bënën të njoftun atëherë. Po kanë qenë ca këngë tjera në fakt që unë kam pas më të kanë qenë fjalët e fundit kemi pas i këngë, që nuk është ajo ka pas pëlqyer më shumë. Pra e kam shkruajt, pra ndjeshmëria ime me këngën ka qenë forma si kam organizuar rreshtin apo format e mesazhet që kam dashur të dhënë. Kurse kjo tjetra kanë qenë më komerciale, kanë qenë këngë të përqafuara dhe normalisht kanë qenë më të suksesshme. Por këngët e mia të preferuara, nga këngët që ne kemi pa me grupin, nuk kanë qenë këta këngët më të suksesshme. Kanë qenë këto tjera që nuk kanë qenë suksesshme, por kanë qenë të preferuara për mua. A keni një moment të paharrueshëm nga ndonjë performancë me grupin? Shqyë, kam shumë momente, i kam gjithë të paharrueshme. Që të them, i kam gjithë të paharrueshme. Për një moment, për shembull, ka qenë në 2004, ne konkurruam në Top Fest 4, në Top Fest 1. Edhe morëm atëherë best hip hop, po ai
Top Festi se ishte lançuar për herë të parë atë kohë si koncert, edhe më mend që fituam nuk po e hyte te kjo pjesa kësaj tjetrës, sepse ne kemi qenë një grup që shkoshim koncert me Fugon. Prishim Fugona, do shkoshim në Top Fest me Fugon e pastaj u ktheshim prap. Kështu kanë qenë kohët atëherë, kështu kanë qenë mundësia atëherë. Edhe më mend që fituam Bes Hip-hopin u kthyme të nesërmen në Lezhë, edhe momenti kur kemi shkuar te shkolla, që gjithë ata të shkollës që na pritën me dorë trokitje, kështu ai ka kanë moment jashtëzakonisht emocionues, edhe aty tu duke vetë, ku jam unë. Po, për psikologjinë e njëri që është 17 vjeç, edhe vetë përballë kësaj, pas të jenë qendër të vëmendjes, ke arriti sukses. I normalisht në të pamendueshme për ne atëherë, kjo ka qenë imagjinon ndjesia nuk di ta shpjegoj, ka qenë shumë, se po kam tash edhe tash si kështu. Jashtëzakonshme. Pas pasionit për muzikën erdhi edhe dëshira për të ndihmuar të rinjtë dhe komunitetin. Si lindi dëshira për të përfshirë në politikë dhe si u zgjodhet kryetari Freshi? Dëshira për të përfshirë politikë, nuk e di, është diçka që ka natyrshëm. Them drejtën, unë kam pas motrën, Dorina, motra ime është në Itali, është martuar atje, ka shumë vite, ka i 17 vjeçë nga Shqipëria. Dorina atëherë ka qenë koordinatore e Freshit për gjimnazin e Lezhës, motra ime, unë kam 2 motra, Artin dhe Dorina ka qenë motra e vogël, po fëmija i mesit, nëse i vogël, fëmija vogël jam unë. Edhe ajo ka qenë shumë e shkallët, edhe angazhohej shumë me Freshin, në forumin rinor, edhe sa herë kishte, unë më atë kohë mund të jem kanë 14 vjeç. Edhe sa herë kishin, sepse Freshi atëherë ka qenë më i mirë në fakt se Freshi që është sot, ka qenë shumë më aktiv në atë që ka përfshin politika e Partisë Socialiste, edhe angazhimi i Partisë Socialiste atëherë Freshi në fakt ka pas rol. Pra si në Lezhë, në strukturat e Lezhës, ashtu edhe që në politikën qendrore. Normalisht kishte aktivitete, edhe sa herë kishte aktivitete, si çdo shtëpi tjetër apo familje tjetër që kishte këtu, kur motra kishte për të hikë për një udhtim aktivitet në Tiranë me Freshin e këto, unë isha ai që shkosha me tepër mos me lanë motrën vetëm. Edhe në fakt kur kam bërë një analizë për atë sa kohë bënosha, e kam menduar këtë historinë me vetin. Ora priti herë, më bëna 100 vjeç të kjo historia si më filloi. Edhe mua në fakt kështu më ka filluar. Pra, duke u angazhuar me forumin rinor, duke shkuar mas motrës. Pastaj motra iku në Itali, e unë meta këtu. Por nuk e lash angazhimin, kështu filloi pastaj me strukturat e Freshit në gjimnaz, pastaj në universitet, pastaj kur u ktheva këtu kam filluar prap në aktivitetin politik, në fakt nuk e kam ndaluar asnjëherë, është çështje pasioni. E kam pas pasion, nuk jam lodh kurrë me këtë histori. Edhe ndoshta kjo ka qenë historia, e lidh drejt për pasionin. Si e përjetuat përgjegjësinë për të përfaqësuar të rinjt? Shive, varet në çfarë trajtet është pyetja, përgjegjësia për të përfaqësuar të rinjt si në cilin moment? Si kryetari Freshit? Si kryetari i rinis. Si kryetari i rinis nuk e kam pasur përgjegjësi, në fakt. Ne atëherë unë jam bërë kryetari i Freshit Lezhës në 2012 nëse s'ka bëj. Ne kemi qenë një grup shokësh jashtëzakonisht aktiv. Ata vazhdojmë të jemi shok prapë, pavarësisht se nuk jemi shok Freshi, po jemi shok të Partia Socialiste sot. Edhe ka qenë thjesht që nga ne që po jemi këtu, tash hajde bënu kryetari ti. Edhe u zgjodha unë kryetari. Edhe ekstremisht komod kam qenë, sepse kemi pas një skuadër jashtëzakonshme të forumit, pra. E kemi pas super të organizuar, e kemi pas për çdo njësi administrative, për çdo fshat, për çdo organizatë që çoi atëherë, pra praktikisht kur bashin atëherë aktivitetet Freshit, të parët që njoftoheshin ishin Lezhë, sepse ne ishim gjithmonë gati. Pra, ishim një grup njerëzish, të rinj, të cilëve na bashkonte pasioni. Pra, nuk po e diskutoj fare që më përpara për gjatë rrugtimit të forumit rinor, mund të ketë qenë ndoshta edhe më aktiv, mund të ketë qenë ndoshta edhe më i suksesshëm, mund të ketë qenë ndoshta edhe më i organizuar, por ama një grup të forumit rinor në Partitë Socialiste apo
në të gjitha partitë e tjera të paktën. E them me kompetencë plot që njerëz që i bëte bashk pasioni, më pasionant se sa ne edhe grupin që ne ishim atëherë në Fresh, nuk ka pas, as nuk ka për të pas kam idin në kemi qenë çmend komplet për nuk pyetshim për orë, nuk pyetshim për asgjë. Kemi qenë non stop gjatë gjithë kohës ekstremisht komod me njëri tjetrin, u merrshim shumë mirë vesh me njëri tjetrin, edhe kemi pas një pasion të jashtëzakonshëm për angazhimin politik në Lezhë. Nga kjo përvojë, cila është nisma ose projekti që ju bën më krenar ose ju ka pëlqyer më shumë? Ne kemi marrë shumë nisma, jemi angazhuar shumë në fakt. Është periudhë shumë e gjatë kohë kjo për të veçuar diçka. Por mund të ka qenë një moment që ne kemi pas frekuentu, pra jemi brez që kemi pas abonim bibliotekë. Kemi pas abonim në bibliotekë dhe shkoshim merreshim libra, i lexoshim edhe kemi diskutuar për librat. Edhe më njëherë ka qenë një situatë ku kishim kërku nuk kam qenë, nuk besoj të kem qenë. Ra muhabeti për një libër që nuk e kishte biblioteka, edhe nga aty morëm spundo pastaj që biblioteka nuk ka libra. Kjo normalisht biblioteka nuk ka libra, edhe për faktin që biblioteka s'ka libra, ne do të dalim të mbledhim libra që t'ja çojmë bibliotekës. Edhe u bam atëherë me Freshin. Majmen kemi qenë gjithë grupi, u mbledhëm, bam një stand këtu të madhe. Edhe fillum e kishim dhurojë libër për bibliotekën e qytetit tënd. Edhe une do të jem prapë në Facebook atëherë, fotot e atëhershme, por ajo mori një hund të jashtëzakonshme, na erdhën prej gjithë Shqipërisë, edhe kam idenë që nëse nuk gaboj i kemi dorëzu bibliotekës atëherë mbi 800 tituj. Pra, të gjitha lloje, nuk po them për cilësinë e librave, kishte gjithë farë lloj librash. Atë kohë biles ka qenë koha kur ka pas dalë libri Kurban i Edi Ramës, edhe kemi pas një 13 ose 14 copë që na i dhurun të kjo organizimit e nisma që ban me dhurun një libër, edhe kur i dorëzojmë bibliotekë i hoqëm, nuk e morëm sepse ky është libër me përmbajtje politike, thamë ne, edhe pa edhe ky xham morëm në fakt edhe i ndame, i kemi marrë ke zyra jon, pastaj e zyra Freshit që kemi pas, por kemi pas mbi 800 tituj librash që ja kemi dhuruar bibliotekës. Pastaj ata i kanë seleksionuar, kanë pasur cilë duhen, por ata kam idenë që akoma sot janë bibliotekë. Çfarë mësimesh morët nga gjithë kjo përvojë? Shive, mësimet që mora nga gjithë kjo përvojë. Varet në çfarë kuptimi, po nëse është pyetja kështu si e kuptojon, mësimet që kam marrë nga kjo përvojë më ka mësuar që të jem i durueshëm, por ajo që më ka mësuar më shumë e gjithë kjo përvojë është që në momentin që ti i përkushtohesh një pune edhe beson në ëndrrën tënde, ajo do të ndodhi, thjesht prit momentin që të vijë. Pra, e ardhmja u takon atyre që besojnë bukurinë në ëndrave të veta. Edhe më ka ndodhur pikërisht kjo. Si mendon se mund të angazhohen të rinjt më shumë sot dhe çfarë këshillash keni për ta? Angazhimi nuk është te mundësitë. Angazhimi është ke ti. Pra, ti je një nxënëse në cilën shkollë je ti? Beslida. Te Beslida, pra atë më pave pare të kur thash për çish Kastriotin. Që mos t'iku nga konteksti. Pra, ti je nxënëse e shkollës Beslidja, edhe më thirr mu sot në një podcast. Edhe unë sot jam te podcasti i jot. Ç'a ndodh? Ti ke gjetë një mundësi, edhe ke kap një mundësi, edhe po zhvillon një podcast me mua, me personazhe të tjera që do vinë. Pra, ja ti u angazhove. Unë për vete. Në kohën kur unë isha fëmijë, edhe po rritesha, i shifsha shokët, njëri që hik tek nena, tjetri që hik te anjena, po shifsha edhe shokët që njëri është
mori u bë doktor, tjetri mori u bë farmacist, tjetri u bë jurist. Gjatë kohës që ne fëmijët rriteshim, të gjithë u angazhuan me diçka. Unë u angazhova me freshin, unë u angazhova me muzikën. Këto ishin iniciativa që unë i gjeta mundësitë aty janë. Edhe kjo mundësia që mu dha mu sot të jem podcastin tatë. Ky është podcasti jot, edhe ti gjetë një mundësi për të bërë, edhe për të angazhu. Edhe angazhimi nuk është një histori që vjen njani edhe të thotë, edhe këtë nuk ta jep as strukturat shtetërore, këtë ta jep as të vjen nga qielli të thotë jam angazhuar. Kjo është thjesht mbrana teje. Edhe angazhimin mjafton që natyra jote ta dojë diçka, mjafton që natyra ti ta dush, edhe ta provosh, ashtu siç kam provuar unë, ashtu si po e provon ti, edhe pastaj do ketë angazhim. Angazhimin duhet të angazhohen me çat t'ju doj zemra. Duhet të bëjnë çat kenë qef. Atë them unë një gjallë që nuk ishte te këto pyetje. Beso, kam qenë në futbollin. Zero, me i dopti. 12 djem kemi kanë klasë te Gjergj Kastrioti. Kur lushim 11 fushë të madhe, i vetmi që isha informacion isha unë rezervë. Zero, po hyna me futbollin, e provova. Sisha. Kam hyrë me munjen. Moj me njëherë isha me munjen, neshje të parë morri njani për 3 sekonda më ka hall tuç. Higull ajo. Zbash as për munjen. Por kam hyrë me pikturën, s'disha me pikturu. I kam provu gjitha. Por ama, okay, nuk po them se kam dështu. I kam provu gjitha. E provo ke njana, provot e tjetra, provot e njana, provot e tjetra. Stjep. Derisa gjeta pjesën, derisi gjeta muzikën. Kur gjeta muzikën, ngelat e muzika pastaj. Po flas për pjesën me çemi të podcasti edhe po flasim për fëmijët. Pra, unë i provova gjitha, nuk më hecit asnjëna. Gjitha do t'i provojnë të gjitha, sepse unë jam i teorisë që unë them me vetin, shive, në qoftë se qetësia do të ishte sport olimpik. Unë do ta kisha përfaqësuar Shqipërinë me medalje arit. Unë jam njeriu më i qetë në botë, kështu mendoj unë. Unë kështu mendoj për veten. Kam një gjuhë që golfi, sporti i golfit, është një sport që nëse je i qetë bën për atë punë. Po unë s'kam pas ku me luajt golf. Sepse unë them, po të kishe pas golf, ndoshta do kisha kanë sepse unë mendoj se çdo njeriu është i prirur për diçka. Pastaj te mundësitë që t'jepen, që ti ta ushtrosh këtë gjë. Këtu pastaj shkojmë te pjesa e mundësive që mund të na ofrohen për ta provuar. Shqipëria sot është një Shqipëri tjetër për fëmijët. Nuk është Shqipëria që ka e kohës kur isha fëmijë. Se unë kam shokët e mi, miqtë e mi, unë kam punu në administratë shtetit, kam punu në privat. Kisha shokë që po iki, se kam për të marrë djalin të shkolla. Si me djalin të shkolla, djalin ke burr, djalin 13 vjeç. Jo, po s'le do të shkoj do të më marr të shkolla. Shkosh me marr fëmijën të shkolla. Unë 9 vjeç kam marrë për ishullit, nuk është ish në Sonkin. Unë kam marrë për ishullit në leç çdo ditë 45 minuta mbate ku 7 e 10 jemi kanë nis. Edhe u ktheheshin për mësimet e kam bërë për ditën kam rrugë makinave kemi hec. Po sot po, sot janë shtu makinat, janë, domethënë, forma se si ka evolu gjaja, por kanë ardhur mundësitë. Sot ka shumë më mundësi se ç'kemi pas ne kur kemi qenë fëmijë. Sot ka shumë më shumë informacioni lëviz më shpejt. Por, nuk kemi fush golfi. Nuk kemi fush golfi. Po mund ta kërkosh gjithçka. Kështu që, nëse e kishe për këtë histori mundësia është mrena. Mundësia është këti. Duhet ta kërkosh. Nuk e di apo ka qenë pasion kjo historia e jote asja të ushtrumit të gazetarisë, po nëse ka qenë aty ja ke arrit. E si ke arrit këtë mundesh me arrit gjithë atjera. Ju, zoti Ermal, keni qenë dhe zëvendës kryetari i Bashkisë Lezhë. Cili është projekti që u bëri më krenar gjatë asaj periudhe? Unë, asja, me të gjitha pyetjet mi ke bë, po s'm ke bë një pyetje. Për çfarë arsim mu? Unë kam marrë psikologji. Praktikisht, unë jam i diplomuar psikolog klinik. Kjo ishte hyrja. Kalojmë mbrapa. Ishte një moment, ne kemi fillu bashkë me kryetarin e bashkisë, kemi fillu në gusht, në ka 14-15 gusht, një ditë mas ditësh shtektarëve, kemi shku në bashki, e mora me shumë pasion punën,
ishte shumë, puna më e bukur në botë është zëvendëskues kryetar bashkia. Është puna më e bukur në botë sepse e para nuk e ke përgjegjësia është e kryetarit, përgjegjësia përballë njerëzve është e atit i cili ka dalë për Zot. Pra, e gjithë barra politike patjetër që është atit. Dhe ti nuk e ke. Edhe ti ke mundësi për me lanë gjurmë të tuja edhe me shty përpara çdo lloj gjaje që ti mendon se është e mirë, është e vëlishme për komunitetin. Edhe ndërkohë që ne bashkë me kryetarin dhe të tjerët, stafin aty, bashkë me zëvendëskues kryetarin Dalianën, bashkë me shokët që ishin shokët e mi të punës aty, kishim plane, një ditë u zgjun gjithë nga ora 4 në mëngjes si kisha tërmet. Edhe kur kemi ardhur këtu, e kemi gjetë sheshin e parabashkisë, ku diun, zi me njerëz. Edhe problemin që ata kishin, e kishim edhe unë të shtëpia, sepse nusja jam edhe mami jam nuk flashin në shtëpi, si ishin tren. Flashin makinë. Lajmet jepshin atë kush ishte lajmet jepshin atë impaktin e vet. Pastaj historia e njerëzve që u kanë dëmtuar shtëpiat, ajo ka qenë një punë e veçojës, një punë ekstra intensive. Beso e kemi filluar punën në 7 mjesit, edhe kemi mbyll punën në 2 natës, në 3 natës. Nuk kemi pas orare për atë punë. Nuk është se ne kemi të qenë gjithë për këtë. Kanë gjithë aparati i bashkisë aty, kanë gjithë specialistat aty, kanë këshilli i bashkisë. Kemi arritë të bëjmë mbledhje online në 11:30 natës. Pra, ka qenë një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Them drejtën mbi kapacitet, sepse ne kishim eksperjencat tona, kishim shkollimin ton, edhe kishim dëshirën dhe kishim gjitha këto, por vetëm për administrimin e kësaj historie nuk i kishim. Edhe kur të shkosh pastaj aty që del tjetër i thu që ka mall se është më shpri shtëpia. Shkon me inxhinierat i shef shtëpinë, e kontrollon, nuk kishte shtëpia si problem, dhe në fund thotë, jo, po un kam frikë me shku të shtëpia. Unë probleme kisha vetë të shtëpia. Këtu pastaj del kjo historia që unë kisha diçka tjetër që ishte mbi. Sepse kisha marrë shkollën për psikologji, dhe isha shumë i përgatitur në pjesën për të punuar psikologjikisht me qytetarët. Besoj që kemi pas më shumë se 1/3 e qytetarëve që s'kishin asnjë probleme, thjesht kishin frikën. Edhe kam pritur dhe kam përcjellë për zyret mbi 4000 familje në Lezhë. Edhe duke u mundu me i dhanë zgjidhje që secilit, normalisht e ka qenë puna ime, nuk është se kam bë heroj. Unë boja punën për cilën paguhesha, por në fakt, pavarësisht vështirësisë, është puna që më ka dhënë kënaqësi më shumë e madhe. Domethënë, ajo ka qenë, nëse do thoshe që cila ka qenë puna jote për cilën je lodh më shumë e madhe, në fakt ajo është puna për cilën jam lodhur më shumë e madhe, por është edhe puna për cila më bën më krenar më shumë e madhe. Sepse thuaj se e gjitha shkojnë në vend, thuaj se gjithçka u rregullu, gjithë njerëzit u kthy, qyteti u kthyes normale. Ju kthyes normale, por më i bukur sa ishte, ne ja dolëm asaj historie, edhe unë e shoh veten një nga aktorët kryesor, sepse ajo histori shkoi kështu si shkoi kaq mirë sa shkoi. Pavarësisht pritshmërive negative, pavarësisht sulmeve politike, pavarësisht njerëzve të papërgjegjshëm dhe dashakeq, të cilët mezi presin që ti të dështosh, pavarësisht gjitha këtyre ne ja dolëm dhe më jam shumë krenar. Pse keni vendosur të kandidoni tani për deputet? Është një jetë pyetje se pse ti ke vendosur të marrësh shkollën. Normalisht se objektivi im gjithmonë ka qenë të ecë përpara në karrierë. Unë asnjëherë nuk i kam hedhur hapat e mëdha. I kam hedhur gjithmonë të vashta, po asnjë mbrapa, gjithmonë përpara. Edhe mendoj se kjo ishte koha optimale. Unë jam thuajse 40 vjeç tash. Me 17 vite eksperiencë. Qoftë në politikë vendore e qendrore, qoftë në ekzekutiv në nivel vendor edhe qendror. Qoftë në angazhimin tim privat. Besoj se ka qenë diçka që ka ardhur shumë natyrshëm. Objektiv ka qenë imi ky. Edhe besoj se kam qenë gati, pra të ka ndodhur.
Çfarë do doni të ndryshonit ose përmirësonit në qytetin tonë? Atëherë, kjo është diçka tjetër. Qyteti çfarë do doni të ndryshoni? Qyteti jonë po ndryshon për ditë. Sot ne kemi një kryetar bashkie të ekstra dinamik në fakt. Unë kam pas fatin të punoj në atë bashki bashkë me të. Ai ma dha mundësinë. Edhe ky qytet po ndryshon në mënyrë dinamike. Pra, nuk po themi sepse kemi pallate të rregulluara apo infrastrukturë më të mirë apo një park aty për fëmijët apo për një park tjetër që do të jetë nesër. E gjitha këto nuk po them këtë. Unë dua të jem realist. Edhe dua të them të vërtetën në fakt. Qyteti po transformohet totalisht për mirë, edhe më vjen shumë mirë për këtë, por unë po ikim nga ekzekutivi, po kaloj te legislativi. Pra praktikisht ajo forma se unë mund të shërbej qytetarëve të mi do jetë normalisht për të lobu sa më shumë edhe për të qenë zëri i tyre për punë të mira këtu. Por jo vetëm për punë në infrastrukturë. Jo vetëm për shkolla apo kopshte. Por normalisht për nisma edhe për reformat të cilat kanë bëjnë drejt për së drejti me jetën e qytetarëve këtu, po në qytetarëve në gjithë vendin pastaj. Por normalisht me fokus leshëm. Nuk them dot e nuk hy dot në një fushat fantastiko-shkencore të njerëzve që thonë që do ulim taksat për qytetarët e do rrisim pensionet. Do ulim taksat edhe do rrisim rrogat. Në matematika ime 1+1 gjithmonë bëjnë 2. Matematikën time s'kan bën herë 3. Kurse matematikën e tjerëve 1+1 bën edhe 8. Edhe nuk kanë problem fare kur thonë që 1+1 bën 8. Unë nuk e them dot këtë. Patjetër që angazhimi im edhe kam besim që këto të ndodhi, sepse qoftë eksperiencën, qoftë dëshirën për ta bërë këtë e kam. Garancia ime në këto zgjedhje që jemi në kohë fushate, është eksperienca ime, është shërbimi që u kam bërë qytetarëve në të gjitha nivelet. Edhe besoj se nuk kam nevojë të them qytetarëve se kush është Ermali. Qytetarët e dinë, e kanë ofertën e Ermalit, edhe nuk e dyshoj fare të mbështesin. As nuk e dyshoj që do mbështesin Ermalin, e as nuk e dyshoj që do mbështesin Partinë Socialiste. Jeta na dhuron edhe role të ndryshme, nxënës, punonjës, drejtues, por ndoshta roli më i bukur është ai i prindit. Si ka ndryshuar në mënyrë se si shikoni jetën dhe karrierën tuaj të qenit baba? Nga formën se si shoh karrierën, nuk besoj të ketë ndryshuar diçka. Sepse unë kam qenë shumë i përkushtuar në karrierën time dhe formën se e kam ushtruar atë. Jetën patjetër që e kanë ndryshuar totalisht. Është nga them një gjak, nga momenti që ti thua që po ikin në shtëpi, se është shumë herët. Edhe mërzitesh kur po rrin me shokta, kur e dal me familjen. Momenti pastaj thua që kthehet në kur po ikin në shtëpi, se po të pret dikush aty. Kështu që nuk e di, është një gjë që askush s'din me ta shpjegu, por që ka ndodhur gjithkujt i ka ndodhur. Kështu që po si bashkëshorta, e ndihmoni bashkëshortën? Si sa. Zero. Nuk e bëj, çfarë të them? Nuk e bëj. Problemi më i madh i imi ka qenë në një mëngjes që më kishte lënë Rozana një vezë muzi, edhe unë e kishte hikë në punë, ndërkohë që unë nuk e disha se sa duhet me lanë. Nuk bëj për këtë pjesë, më them. Nuk jam i mirë. Fare, nuk di as lajën, s'di as fshi shtëpinë, nuk di as njërin prej këtyre. Se kam bërë asnjëherë në fakt. Më ka beku Zoti me një gru, e cila është shumë e mirë në gatum, edhe në punë të dhe gjitha, ajo ndoshta është ky momenti që më thon faleminderit, por me thon të drejtën edhe s'ma ka kërkuar një herë. Me ndihmu. Okej, maksimumi që Ermal na merr buk, apo Ermal na blej diçka, këto historitë e tjera, apo nuk jam unë ai, nuk e kam bërë asnjëherë këto. Kam qenë çik i llastum, me thënë drejtën. Edhe në shtëpi kam qenë fëmia i vogël, kam pas 2 motra më të mëdha. Mami e babi ishin gjithkohë në punë, ato i bashin punë të shtëpisë, boshin gjitha, nuk kam pas nevojë një herë, edhe e justifikoj me këtë që kam punë tjera sa të dush, në fakt edhe justifikoj se kohën edhe e gjen për t'ju bërë krah. Ndoshta nesër, mas nesër kam për ta bërë edhe unë, po për momentin s'e kam bërë.
A mendoni se përvoja si baba ju ka bërë më të ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve? Kam idenë se s'ka pas nuk besoj të ketë ndodhur. Nuk besoj të ketë ndodhur. Unë kam qenë gjithmonë i ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve. Po në sensin e kësaj unë jam shumë i dobët. Jam shumë njëri i ndjeshëm. Pra, mu më emocionon gjithçka. Pra, nuk po them vetëm në sensin që emocionohem kur një gjej këngë apo të lexoj libër. Emocionohem nga situatat e tjerëve. Si e balanconi kohën mes punës dhe jetës familjare? Të them drejtën, nuk kam hyrë në hak familjes. Sidomos për se unë angazhohem politik, edhe kjo historia për yllat dhe zgjedhore zgjedhet çdo 2 vjet. Edhe ne që e nisim, unë jam shumë i përfshim, pra se është edhe çështje pasionit. Edhe them të drejtën, deri tash kam disaster komplet këtë balancën. Nuk e kam të mirë. Them të drejtën, kam qenë shumë i angazhuar. Shumë i angazhuar me punën, shumë i angazhuar me aktivitetin politik, edhe shumë pak kohë kam pas por doa kthej atë kohën. Sepse nuk e kam mirë, të them drejtën. Deri tani nuk e kam mirë këtë kohën. Kam një disproporcion të frikshëm në angazhimin me jetën familjare, me punën. Një identikë që kam pasur te babi. Kam idenë se njëjtën format ngjaj babit tim. Edhe babi kështu ka qenë shumë i dhënë mas punës, shumë i dhënë mas punës. Besoj kemi shumë pak kujtime nga fëmijëria sepse mami e babi gjithmonë kanë punë. Normalisht kohërat kanë ndryshuar dhe kjo s'do ndodhi kjo s'do ndodhi tani më me vajzën time. Por normalisht është formë tjetër angazhimit. Unë kandidoj, normalisht ka fushata zgjat, është përgjegjësi e madhe, edhe me të kalu këtë kam idenë se pastaj do kemi gjithë kohën e botës me rregullu balancën mes përkushtimit edhe aktivitetit të familja edhe punëve të mia. Për ta mbyllur, cili është mesazhi që do ju jepni të fëmijëve ose të rinjve që ndjekin podcastin tonë dhe që ndoshta një ditë duan të bëjnë si ju? Ndjekni dëshirat e tuaja. Që secili duhet ndjekë dëshirat e veta. E thash edhe më përpara, ndoshta ky është momenti ta rikthej kësaj që ardhmë u takon atyre që besojnë në ëndrat e tyre. Edhe thjesht besoni në ëndra, edhe mos u dorëzoni asnjëherë. Nuk është klishe fare, është shumë e thjeshtë. Pra, nëse ti beson, nëse mund ta zgjas pak këtë moment sepse du ta shtjelloj pak. Aktivizimin politik në çën e rini, etapë pas etape, ne na ka bërë që të kalojmë zgjedhje pas zgjedhjeve me shokët. Edhe gjithmonë ishte që, okay, dolën listat e kandidatëve për deputet 2013. Jemi të vegjël. Deri në 2017, s'të futen listë. 2021, s'hynë në listë. Edhe përgjigjja ime ka qenë gjithmonë, unë kam pas një binje 100 milion %. Që unë deputet jam. Atëherë do hyj këtë herë, apo do hyj herën tjetër, apo do hyj mas një 15 viteve. Është thjesht çështje kohe, por që unë do bëhem deputet, dhe këtë histori kam thënë ka 10 vjet që e them. Edhe ja, erdhi momenti që unë do bëhem deputet, e kam ditë këtë histori. Edhe kjo nuk është vetëm çështje investimi, kjo nuk është çështje vetëm e kohës që ti ke harxuar, kjo nuk është çështje në osmagji nuk është. Thjesht unë kam besuar ajo xhaja, edhe kjo xhaja ka qenë ëndra ime. Edhe ja, erdhi dhe bë krejt natyrshëm. Edhe gjithçka vjen krejt natyrshëm. Nuk ka magji në këtë botë. Në këtë botë ka përkushtim edhe dëshirë. Nëse këto dyja janë, gjithaj arrin. Faleminderit shumë zoti Ermal që sot ndave me ne historinë tënde si fëmijë, adoleshent, lider dhe prind. Urojmë që mesazhet tuaja të ndihmojnë shumë fëmijë dhe të rinj që të ndjekin ëndrat e tyre me pasion dhe guxim. Ju faleminderit edhe juve që na ndoqët. Mos harroni, ëndrat lindin nga dëshirat e familjes dhe bëhen realitet kur punojmë me zemër. Mirupafshim dhe shihen në episodin tjetër e podcastit ton Flasim si fëmijë.